Shqiptarët janë ndër popujt më duhanpirës në të gjithë botën. Raporti i fundit i hartuar nga Banka Botërore ka nxjerrë në pas se femrat duhanpirëse janë në rritje. Eksperti për çështjet e duhanit dhe alkoolit ngren alarmin, të cilët vënë në dukje se vendi ynë ka nivel të lartë të konsumit të duhanit edhe në moshat 13 deri në 15 vjeç. Por cilët janë faktorët që ndikojnë në këtë nivel të lartë të duhanpirjes tek adoleshentët? Që nga lehtësia që mund të blesh produktet e duhanit në markete apo tabakinë në shumë rrugë, që nga mosbatimi i ligjit mospirjes së duhanit në ambientet e mbyllura e deri tek nxënësit e shkollave, shkojnë edhe në shtysen e njëri tjetrit për të konsumuar duhan. Edhe pse vitet e fundit trendi është drejt konsumimit të produkteve të reja me ngrohje, eksperti sqaron se edhe ato janë të dëmshme. Për të matur nivelin e njohurive mbi produktet e reja të duhanit, janë kryer edhe studime në terren, prej të cilave u pa se ka mungesë informacioni si në popullat, ashtu edhe në mesin e bluzave të bardha. Pirja e duhanit në moshat e reja është kthyer në një trend kohët e fundit.